Shkojmë ndërkohë tek lajmi i radhës, do të ndalemi tek një vend në të cilin pa frikë mund të mbyllim syt edhe të ëndërrojmë, mbase nuk kemi nevojë fare ta shohim. Thjesht duke e përshkruar mund të arrijmë të gjejmë pak qetësi në këtë jetën tonë të zhurmshme dhe me ritëm kaq të shpejtë. I vendosur mbi një dalje të thepisur shkëmbore përgjatë Bregdetit, tempulli budist Haedong Yongungsa ofron pamje spektakolare drejt detit duke u shndruar në një nga pikat më të preferuara për të ndjekur lindjen e diellit në Busan, qytetin e dytë më të madh të Koresë së Jugut. Megjithatë, ky tempull nuk është vetëm një vend adhurimi, ai është kthyer në atraksionin kryesor për turistët ndërkombëtar, sipas operatorëve lokal të turizmit. Pamja mbreslënse krijohet nga kontrasti me statujave të bardha budiste, shkëmbimeve dramatik dhe dallgëve që përplasen në breg. Vendodhja e tij është zgjedhur me kujdes sipas parimeve të Pung Suyiri, një traditë dhe praktik tradicionale e ngjashme me Feng Shui, ku harmonia mes maleve dhe detit konsiderohet fatlume. Në vitet e fundit, po themi, ky tempull është bërë ikonë e rrjeteve sociale lehtësisht e dallueshme në mbar botën. Ai përfaqëson për Busanin një simbol po ashtu njohur sa Ura Harbor në Sydney apo statuja e lirisë për New Yorkun, edhe për ata që nuk e kanë vizituar asnjëherë. Pamje e jashtëzakonshme, ne shohim pak nga tempulli aty, megjithatë është një harmoni e jashtëzakonshme mes malit edhe detit, dhe një tempull që merr vlerë për Busanin.